Lutja kur goditemi nga brenga. Ka ditë kur bota na duket e madhe, por gjoksi ynë bëhet tepër i ngushtë. Një ndjenjë rënd e padukshme ulet mbi ne pa paralajmërim. Brenga për të nesërmen, pikëllimi për të djeshmen, apo një ankth i pashpjegueshëm që na shtrydh shpirtin dhe na merr frymën. Në ato çaste, njeriu ndihet i vetmuar, sikur askush nuk e kupton peshën që mban brenda vetes. Kërkojmë shpëtim te njerëzit, te muzika, te harresa, apo te dëfrimet e përkohshme të kësaj bote. Por sapo zhurma shuhet, brenga kthehet sërish, më e rëndë se më parë. Ku fshihet ilaçi i vërtet? Si mund të gjejë qetësi një zemër që po mbytet në detin e shqetësimeve? Përpara se të kërkojmë ndihmë kudo tjetër, ekziston një derë që nuk mbyllet kurrë. Është dera e krijuesit ton, i cili na ka projektuar shpirtin dhe e di saktësisht se cili është ilaçi që e shëron atë. Në Kuranin e Madhërisëm, Allahu i Madhëruar nuk na premtoi një jetë pas prova dhe pamërzitje. Përkundrazi, ai na tregoi se kjo botë është një vend kalimtar ku zemra do të trazohet, por së bashku me diagnozën, ai na dha edhe recetën e shërimit. Në surën El-Rad, Zoti i gjithësisë thotë: ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen me përmendjen e Allahut, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Surja El-Rad 28. Kjo nuk është thjesht një thënie. Ky është një ligj shpirtëror. Ashtu si trupi ka nevojë për oksigjen që të marrë frymë, shpirti ka nevojë për lidhjen me krijuesin e tij që të gjejë paqe. Kur brenga na godet, ajo shpesh vjen nga harresa, kur ne mendojmë se jemi vetëm dhe se çdo gjë varet nga ne. Por kur përmendim Allahun, bëjmë dhikr, ne kujtojmë se në dorën e cilit është çdo gjë. Ne kujtojmë se ai është i plotfuqishëm, i gjithëmshirshëm dhe se asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. Kur profeti Muhammed alayhis salam ndjente peshën e madhe të sprovave dhe brengave të jetës, si reagonte ai? Çfarë këshillonte Zoti të bënte? Në Kuranin e Madhërisëm, Allahu i drejtoi të dërguarit të tij alayhis salam dhe përmes tij të gjithë neve me këto fjalë të ngrohta dhe udhëzuese: ne e di mirë se ty të ngushtohet gjoksi nga ajo që të thonë ata. Prandaj lartësoje me falënderim Zotin tënd dhe bëhu prej atyre që bëjnë sejdë, falen. Surja Hijr 97-98. Kur të ngushtohet gjoksi nga brenga, receta hyjnore është namazi dhe sejdja. Në sejdë, njeriu është më afër Zotit të tij se në çdo gjendje tjetër. Sejdja është vendi ku ti e ul kokën në tokë për t'i dorëzuar atij që është mbi qejë të gjitha dertet, lotët dhe peshën e rëndë që të mundon. Nuk ka terapi më të fuqishme për shpirtin se sa një sejdë e gjatë, me sinqeritet, me qetësinë e natës. Përveç namazit, profeti alayhis salam na ka lënë një trashëgimi të çmuar, lutjet e sakta, duat, që largojnë brengën si me dorë. Ekziston një lutje e veçantë të cilën ai e përsëriste shpesh dhe na këshilloi ta mësojmë ta themi sa herë që ndihemi të mërzitur apo të pashpresë. Profeti alayhis salam lutej me këto fjalë: O Allah, unë kërkoj mbrojtje tek ti nga brenga, shqetësimi për të ardhmen dhe pikëllimi, mërzitje për të shkuarën. Kërkoj mbrojtje tek ti nga pafuqia dhe dembelizmi, nga frika dhe kopratësia, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga rëndimi i borxheve dhe shtypja e njerëzve. Mendojeni se sa e plot është kjo lutje. Ajo prek çdo aspekt që e bën njeriu të ndihet i pashpresë. Profeti alayhis salam kërkonte mbrojtje nga dy gjëra që e shkatrojnë të tashmen tonë: brenga, që na bën të friksojmë për të nesërmen, dhe pikëllimi, që na mban robër të gabimeve apo humbjeve të së kaluarës. Kur njeriu thot këtë dua me besim të plot, ai e dorëzon të dieshmen, të sotmen dhe të nesërmen e tij, krijuesit të gjithësisë. Nëse ndihesh sikur je në errësirën më të madhe të jetës tënde dhe sikur nuk ka asnjë rrugdalje, kujto historinë e profetit Yunus alayhis salam. I mbyllur në barkun e peshkut të madh në fund të oqeanit, në errësirë mbi errësirë, ai nuk kishte asnjë mundësi njerëzore për të shpëtuar, por ai kishte një armë që çan çdo errësirë, lutjen. Ai thiri nga thellësitë: s'ka zot tjetër përveç teje, ti je i pa të meta, unë vërtet i bëra pa drejtësi vetësime. Surja El-Anbiya 87. Kjo lutje e njohur si duaja e Yunusit prishi ligjet e natyrës. Allahu e dëgjoi atë në fund të oqeanit dhe e shpëtoi. Dhe në Kur'an, Zoti na jep një premtim që vlen për të gjithë ne deri në ditën e gjykimit. Ai thotë: ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga ankthi, e kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Surja El-Anbiya 88. Nuk ka rëndësi sa e madhe është peshk sëmundja apo peshk brenga që të ka gëlltitur. Nëse ti të rret me të njëjtin sinqeritet si Yunusi alayhis salam, Allahu do ta çajë atë errësirë dhe do të nxjerrë në bregun e qetësisë. Brenga është si nata, sa do e gjatë dhe errët e jetë, ajo gjithmonë do të përfundojë me agimin e një dite të re. Zoti ynë nuk na sprovon për të na shkatruar,
por për të na afruar tek ai. Çdo mërzitje që kalojmë, nëse bëjmë durim, na fshin mëkatet dhe na pastron shpirtin. Mos e mbaj brengën brenda vetes. Mos lejoj që ajo të thaj shpirtin. Ngri duart drejt qiellit, shtroje dhimbjen tënde në seçde dhe përshpërit ato lutje që kanë fuqinë të lëvizin malet. Kujto se ai që kujdeset për zogjt në qiell dhe për peshqit në oqean nuk do të harroj kurrë ty. O Allah, o krijuesi i qiellit dhe i tokës, largoj brengat dhe pikëllimet nga zemrat tona. Ne imbush gjokset tona me dritën e besimit, me qetësi dhe me kënaqësinë ndaj caktimit tënd. Na bëj prej atyre që të kujtojnë ty në çdo gjendje dhe na mundsoj që në këtë botë të jetojmë me dinjitet e në tjetrën të shpërblehemi me xhennet.